Dolce dhe Edini po shfaqen çdo ditë e më shumë si një çift gjithnjë e më i afërt brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Momentet të ngrohta mes tyre, si puthet e embla dhe përkëdheljet e çastit, po bëhen të zakonshme dhe po tërheqin vëmendjen e publikut. Të dy duken mjaft të qetë dhe të relaksuar pranë njëri tjetrit, sikur prania e partnerit ua lehtëson presionin dhe emocionet që sjell loja. Shpesh shihen të ulur pranë, duke biseduar me zë të ulët, duke qeshur apo duke bërë batuta që tregojnë se midis tyre po krijohet një lidhje e veçantë. Ndërkohë, dinamika e tyre ka bërë që shumë ndjekës ta konsiderojnë Dolcen dhe Edinin si çiftin e parë zyrtar apo më të përkushtuar të këtij sezoni. Megjithatë, edhe pse kimia mes tyre është e dukshme, mbetet ende e paqartë nëse romanca do të vazhdojë të zhvillohet apo nëse presioni i lojës, debatet apo sfidat brenda shtëpisë do ta vënë në provë këtë marrëdhënie që sapo ka nisur. Publiku është kureshtar të shohë se si do të evoluojë kjo histori, a do të forcohet, a do të përfundojë shpejt, apo ndoshta do të marrë një kthes të papritur. Në çdo rast, çifti Dolce Edi po sjell një energji të re brenda shtëpisë dhe po krijon shumë diskutime, emocione dhe pritshmëri brenda dhe jashtë Big Brother VIP Kosova.